Për shembull, Ilir Ali Mehmeti mund të ishte një kandidaturë e tillë edhe kur shkëlqyer mendoj. Zoti Binaj në fakt, por në fakt u preferua Binaj. Po na kanë gënjur atëherë, po na gënjejnë tani. Pse? Po sepse pavarësisht çfarë thot Baçi që ndryshon konteksti, në finale gara politike është gara politike. Dhe Partia Demokratike doli dhe na argumentoi që Flor Binaj, edhe pse nuk është kandidaturë politike, edhe pse unë mbaj mend dhe Baçi që jemi të ndershëm. Baçi ka qenë dhe atëherë për kandidat politik, edhe këtë duhet ja themi, e ka thënë në këtë studio, por atëherë lidershipi i Partisë Demokratike doli dhe tha që është momenti, dhe tani në këndvështrimin tim është momenti edhe më shumë, se Tirana po shkon grop, ishte grop po shkon dhe më grop, që të kemi një kryetar bashkie të qytetarëve dhe jo domosdoshmërisht politik partjak, se politik është në finale kryetari i bashkisë. Tani ka një step back, një hap mbrapa, rikthehen në Ka reflektim, nuk ka hap mbrapa. Ka reflektim të leadershipit. Shiko, reflektimi është që duam të kemi kandidat partjak. Jam dakord me ty unë, por na kanë thënë më herët që ne nuk na mjafton thjesht kemi demokratët. Ne na duhet një figurë siç ta luani gjithë përfshirëse. Mos harro Flogert, në atë periudhë kishte edhe problem tjetër. Që u duk më tepër me Ilir Ali Mehmetin, i cili qartazi dhe në këtë studio nuk e preferonte kandidimin për kryetar bashkie në atë moment. Domethënë, pra ishte nuk e vinte veten si kandidat. Kështu që dhe shumë të tjerë në atë periudhë nuk ishin, le të themi, të motivuar për të kandiduar për Partinë Demokratike. Pra kishte një lloj, pavarësisht se këta thanë gjithkohës që kandidat ne kemi plot, po e vërteta ishte që ishte një lloj krize kandidatësh. Ishte kohë e shkurtër dhe kandidatët ngurronin të futeshin në garë. Pra Ali Mehmeti thoshte ushtria, e ka thënë në këtë studio, kemi qenë këtu, kur thoshte ushtria nuk është gati. Pra duhet strukturimi i partisë që unë pastaj të shkojnë në betejë atje me ushtrinë e gatshme. Dhe jemi shumë dakord. Problemi është që ti... Jo, mos ta nxjerrim jashtë kontekst. Ali Mehmeti thot dhe është i bindur. Nëse unë... Fal, nuk e di çfarë thot ty në kafe. Unë po them çfarë na ka thënë ne në studio. Nëse unë si kandidaturë për bashkinë, nuk futem dot një muaj para. Dhe është shumë i saktë në të që thot. Pra nuk është se ka lëkundja, apo ka përplasje në SPD-s dhe Ali Mehmeti është në rregull, po them që nuk ka ndodhur asgjë. Cili ishte konteksti në atë periudhë? Nuk ka ndodhur asnjë ndryshim. Dhe shumë mirë në krye të Partisë Demokratike nuk është Ilir Ali Mehmeti dhe Partia Demokratike e Tiranës nuk është një seksion i gjithë. Jo është prapë Sadegjan, 16-26 nuk ka rëndësi. Pra nuk ka ndryshuar asgjë. Nuk ka ndryshuar asgjë. Dhe e vetmja gjë që do ndryshojë tani është që sot që flasim, Sali Berisha praktikisht ju ka thënë, duke mos ju thënë, por duke folur për një kandidat si shpozë Luani politik, i ka thënë Agron Shehet, Adriatik Lapajt e kush ishin ata tjerë, jo Lëvizja Bashk, që ne nuk Lëvizja Bashk ne më vete. Për mua, duhet kandidat politik, si thot Luani dhe si thot Partia Demokratike, por për kontekstin dhe për fuqinë që ka mazhoranca me gjitha ato akuzat që bën Luani, me ato që thonë këta, duhet një kandidat që të ketë një thyrje shumë të madhe që të mundi çdo parat, çdo ndërhyrje, çdo patronazhiste më the tash. Këtu nuk e di si do e zgjidhin. Po të menaxhosh më shumë se gjysmën e popullsisë së Shqipërisë dhe rreth 6% të buxhetit shtetit, nuk mundet t'i ikim tani profilit politik, nuk mundet t'i ikim vizionit që ka partia e dytë më e madhe në vënd, e cila do e reflektoj në kryeqytet, mënyrën se si administron taksat, si administron territorin, investimet publike, projekt publike tjerë më radhë. Nuk mund, së është tani absurditet të shkojmë në profile anonim, jo partjake tjerë më radhë. Të paktën deri me zotin Basha, por dhe me zotin Veliaj, Bashkia Tiranë ka qenë ajo trampolina drejt kryeministrit. Tash është një traditë konsoliduar tashmë. Nuk mundet
të shkujmë praktika... Konsolidimi ishte që doktori ja la Bashës bashkin, ja dhuroj bashkin i dhuroj dhe parti. Këto e mua bete kape, që më fejtë shparë. Këto e mua bete kape. Një rast është që kryetari bashkis ka kapur majën. Basha doli kryetar me vota antarësh dhe u hoq me vota antarësh. Nuk ja la as Berisha as kërkush. Se ti nuk dëgjon e ke vesh shumë të keq. Se te qëpar që të ka thonë kafe. Këto e mua bete kape. Si kafe më është dhul Basha, nuk është mua po s'ja la pra Berisha. A u zgjodh, si pas parimit një antar një votë. Basha, tani se po flasin për të vdekur politik, Basha qoftë në kuptimin e pushtetit ekzekutiv, qoftë në Bashkinë e Tiranës që ta thot Ristani tani se si u ndryshuan votat, qoftë kur i mori partinë Sokolov Dashit, Basha i ka pas dhurat vlla. Këtë e thot doktori tani po e kundërshton ti. Qofshti që je. Ilir Ali Mehmeti nuk e ke dëgjuar pra jo, ky është problemi. Se nuk të gjën. Ilir Ali Mehmeti do koncesion vlla. Iliri thot, po, kandidoj unë, po ma jep një vit para partinë e Tiranës, ta bëj unë ushtrinë elektorale, po patjetër. Jo publikisht, por... Do që lidhet me riorganizimin e tanishëm? Sigurisht. Jo më jep strukturët, jo. Më jep kohë që unë të zbres në terren. Jo ko, jo. Ja, mos e nëzirë doktorin jashtë kontekst. Jo, doktorin, dhe diskutojmë kandidatura kur nuk jemi në një situatë të tillë dhe çfarë kanë thënë më parë. Jo, gjithani. Ky diskutim është në parim. Situata të mua vjen shumë keq që ju nuk diskutoni. Ky diskutim është në parim. Ju nuk diskutoni për garën që e keni. Ne diskutojmë shumë për garën, por nuk diskutojmë për kandidaturat që në këtë moment, për arsye se jo nuk është merr, e keni gabim shumë. Sho, pa mirë. Do të thonë, ai del me kandidatën Rama del me kandidatën, bën çdo ditë takime në për Tiranë. Ska dal me kandidatën Rama. Ajo kandidatura e Ramës është që nuk ka dalë Florian Binaj. Ajo kandidatura e... Këtë ju ka thënë atyre do keni. Jo, nuk ka thënë as atë, as këtë. Pastaj është në drejtën e tij ta mbaj atë kandidaturë. Ne kemi ndryshe, po ne nuk i përgjigjemi me të njëjtën monedhë, ne nuk kopjojmë Ramën se çfarë bën Rama. Ne kemi punën tonë. Duan, vetëm një fjali të lutem dhe unë e lash se e lam redin. Opozita vlla duhet ketë çdo ditë që ka fal Zoti, çdo ditë kandidatin për kryetar bashkie dhe kandidatin për kryeministër në tavolinë. Nuk kemi një, kemi disa. Dhe duke qenë disa në tavolinë janë në tavolinë dhe vazhdon puna për zgjedhjen e tyre, duke parë performancën e tyre, por edhe duke... Duhet t'i japësh gaz që të çaj njëri vlla se kështu do hallakateni edhe më keq, por është debat i gjatë. Nuk ndodh kështu, më vjen keq. Uroj që të mos ndodhi. Po s'po i marr më korin. Nga ana tjetër dhe menjëherë do redi ndjes do ta kaloj menjëherë fjalën, po ta pyes pak Luanin me që e kemi, sepse janë natyrisht që çdo riorganizim, çdo zgjedhje brenda partisë etj, ka le të themi edhe tensione dhe atërmbetje. Por mënyra se si është vepruar gjatë kësaj periudhe, kujtoj përjashtimet të Durrës, përjashtimet në Elbasan, nuk e di tani se u bën shumë këto, domethënë. 5 emra janë gjithë. Po mirë, më 5 emra, po ata emra kanë dhe njerëz tjerë nga mbrapa dhe gjithsesi nuk tregojnë një frym, nuk ka rëndësi 5 apo 1, edhe 1 sikur të ishte. Një përjashtuar. Unë mendoj se këto nuk janë lajm fare. Nuk janë lajma. Nuk janë lajm. Përjashtimet si janë lajm. Nuk janë lajm sepse nuk janë. Lëre janë lajm apo jo? Pyetja është si ndikojnë, po themi, brenda partisë në këtë situatë që është delikate. Varet nga këndvështrimi disave që kërkojnë për konsum mediatik dhe për goditur opozitën e shikojnë si një përçarje apo si një humbje, si një rrjedhje. Por nga një këndvështrim tjetër, ajo duket që partia funksionon me rregulla dhe me statut. Dhe absolutisht askush nuk mund të bëj sipas qefit brenda një partie që ka rregullat dhe statutin e saj. Ashtu si dhe unë dhe kushdo tjetër. Kryetari mund ta bëj këtë? Askush, kur them askush. Po pse e keni kryetar akoma, se duhet kishte ikur? Me statut. E kemi diskutuar me 10 herë. Apo si ishin zgjedhje, ishin parë. Absolutisht po. Nuk shkruhet në statut kjo. Nuk ka asgjë për të qeshur këtu. Nuk shkruhet në statut, por ama ka një vendim. Shkruhet në statut kur hum zgjedhjet. Ka një vendim të Këshillit Kombëtar. Ka një vendim të Këshillit Kombëtar, që është mbledhur Këshilli Kombëtar, ka diskutuar një problem të tillë dhe patjetër nëse ne do të përballemi gjithmonë me një situatë të tillë, duke na vjedhë dhe grabit zgjedhjet, i bie që mazhoranca kjo qeveri duke vjedhur zgjedhjet të detyroj gjithmonë opozitën që të ndërroj kryetarin sipas qefit të opozitës.